Sa po përmbusha detyrimin tim si qytetari i Republikës së Shqipërisë, i ftoj të gjithë shtetasit shqiptar, të gjithë qytetarët të votojnë në këto zgjedhje për të ardhmen e tyre për një Shqipëri më të mirë. Zoti Ministër, sa i përket incidenteve gjatë ditës së sotme, sa raportohen dhe kanë qenë problematike? Grupet hetimore të përbashkëta midis prokurorisë së posaçme dhe policisë së shtetit janë në terren. Të gjitha incidentet janë dokumentuar, po kryhen të gjitha veprimet hetimore dhe besoj se në fund të ditës ne do të kemi një përmbledhje më të saktë për sa i përket këtyre hetimeve dhe këtyre incidenteve. Dëshiroj të theksoj që qendrat e votimit janë dorëzuar nga ana e policisë, procesi po vazhdon shumë normal, jemi në një situatë ku të gjithë qytetarët janë afruar qendrave të votimit për të votuar. Ndoqëm ministrin, por i referohemi pak policisë tani, sepse bëhet fjalë për gjithsej 4 veta të shoqëruar deri tani për fotografim të votës. Dhe me informacionin e përditësuar tani nga policia, në vijim të informacionit